kjo është gjithë çfarë ka mbetur nga një shtallë në Rahovec, e cila u doq të martën rreth orës 6 të mbrëmjes. Përveç dëmë materiale, këtu janë ndjegur edhe disa bakti. Mësiri ky nipi në Prishtinë ka qenë, e ka tregu që ky kujshia që tu me shtëpi është. Kështu një farflake madhe po del. Kur po më vetë kuje, thash të shtëpije. A ke qenë rimnik? Thash po, rimnik i thënë kësaj pjesës. Po, thash jam konë. A mos ki kallë diçka aty? Thash jo. Po del flaka madhe, tha anena. Prej baktive e kom pas 2 dhij dhe një sjap. Sjap e kon një huj, bile i madhe kon. E që ta 3 veç kanë shku dhe në kon të lidhën e veç të cila. Edhe të ishin kon të lishume, s'ishin çka pas me bo. Se dyrët e hekrit, flaka madhe. Shkaqet që quan deri te zjarri nuk dihen akoma, teksa organet kompetente janë duke hetuar rastin. Ta më kanë pyet, a dyshojsh ti, a ki far dyshime? Thash, vallaj, thash, jo. Ti kish na bo, ju po më njihni, thash, ti kish na bo dikujt keq, prite se gjën e keqe. Mirë, po veç kom qyrë mendimu dikon.